Përshëndetje. Skënder Hita, nën urdhrat e kryeredaktorit dhe censorit të përgjithshëm, Edi Rama, doli përpara shqiptarëve për t'u treguar se informacioni rreth ngjarjeve kriminale do të kalojë fillimisht në filtrin e partisë. Si rrjedhoi, nuk do të ketë komunikata shtypi për çdo ngjarje, siç ka qenë tradita tek gazetarët. Kjo është një përpjekje e qartë për të fshehur korrupsionin, përfshirjen dhe amatorizmin e policisë në ndjekjen, zbulimin dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Kjo është një përpjekje që policia dhe qeveria, duke mos shpërndarë informacionin në kohë reale, të kenë mundësi që të bëjnë rolin e redaktorit dhe t'i raportojnë ngjarjet në fund të muajit. Pra, pasi të ketë kohën e mjaftueshme dhe mundësim për të fshehur çdo implikim apo pazotësi të saj në ngjarje të caktuara. Qytetarëve duhet të kujtohet se si ndryshoi disa herë raportimi për vrasjen nga policia të të riut Klodian Rasha. Ky vendim i drejtorit policisë me urdhër nga lart synon pikërisht që të mos ketë më raste të ngjashme kur policia del zbuluar duke raportuar informacione që nuk përputhen me ngjarjen dhe kthehen në mashtrim publik dhe mbeten në rekorde. Komuniteti i gazetarëve duhet protestoj fuqishëm ndaj kësaj përpjekje për ta mbajtur policinë të kriminalizuar dhe median larg, duke i pamundsuar skanimin në kohë reale të vrasjeve, plagosjeve, grabitjeve e tjerë, por edhe reagimin e policisë ndaj tyre. Ata do të kenë mbështetjen e Partisë Demokratike. Përpjekja e Hitës për ta përshkruar këtë mas si ruajtje të shëndetit mendor të qytetarëve është një terminologji boshe për të fshehur censurën, për të mos thënë gallat. Shëndeti mendor i njerëzve nuk është tagër i policisë së shtetit. Kjo është një arsye tjetër sepse sot në orën 19 duhet protestojmë kundër policisë dhe kundër qeverisë. Faleminderit.